qëllimi o konë gjithmonë që të hapë një biznes timin. YouWork ka 350 punëtor, mbulojmë një pjesë të madhe të territorit të Norvegjisë. Kohën e fundit jemi edhe të përdorë normal inteligjencë artificiale. Na jemi refugjat luftës, kena orë vitin 99, edhe normal si të gjithë ata që kanë përjetu luftën, u kanë thjesht veç më dalë për Kosovës, më edhe këtë pas fatin që na orë në Norvegji. Pasi që na orë këto, normal u kanë pjesë e integrimit, kena shku në shkollë, kështu me radhë, dhe në thjesht kemi fillu rrugtimin si emigrant në Norvegji. Unë e kom qenë në moshën 12 vjeçare, kur jena ardhë këtu, dhe pasi që jena orë këtu, mas partë jena orë në Oslo, dhe me njëherë nga kanë drejtu drejt kampit në Drevshë. Pasi që erdhëm këtu, fillum me vazhdimin e shkollës fillore, pastaj të mesmen, dhe pe ateshit kom shfaq një interes në botën e teknologjisë, duke fillu në botën e programimit. Prej vitit 2000, në mënyrë personale ose private, kom fillu me mësu mbi programimin, edhe më kujtojt shumë mirë hera parë që e kom bo një webfaqe në vitin 2000, mu ka do kësisi me zbulu ujnë në zëjtë për zdyti. Pastaj kom ndjek drejtimin e informatikës në gjimnaz, edhe matutje kom ndjek drejtimin e informatik-matematik. Pas përfundimit të gjimnazit, vazhdova me praktik, ku kam qenë si praktikant në një krahin, në administratën e krahin, normal drejtimi i informatikës. Kom pas gjithmonë interes në ndërmarrësi, dhe qëllimi u konë gjithmonë që të hapi diçka teme në biznes timin, dhe aty do në thjesht kom fillu planifikimin e hapjes biznisit në lamin që unë e veproj. Pasi që punova një vit në krahinën Akershus, vazhdova edhe me klientat e mi edhe hapa biznesin tim, i cili sot quhet Ornja. Na specializohemi në zhvillimin e produkteve teknologjike, ma saksisht në web development, edhe fokusohemi në zhvillimin specifik si pas kërkesave të klientit. Nuk përdorim produktet e gatshme, nuk përdorim do në thjesht gjona që veç i blen edhe i përdor, por do në thjesht çdo gjë që e bojmë si pas kërkesës të klientit për me ja mundësu, do në thjesht edhe me ofru një shërbim komplet në biznesin apo çfarë do zgjidhje që ai don me bo për përdorimin e teknologjisë. Klienti vjen me specifikat e tyre, qëllimi është gjithmonë si me përdor teknologjinë për të mirë edhe për me e zhvillu biznesin e vet. Na me eksperiencën tonë vim edhe zhvillojmë aplikacionin ose produktet e tyne që të jenë sa ma efikas edhe do në thjesht që të krynë qatë punë që ata dojnë me krynë 100%. Ma shumë se 20 viteve eksperiencë në këtë lami edhe këtu kena pas klientë ndryshëm. Kom punu me bizneset e mdhaja si është Wegenet, që është një për gazetave ma të mdhaja në Norvegji. Kom punu për, si thash, për krahinën Akershus fylkeskomune, që është një krahin këtu afër Oslos. Kena punu për një payment gateway, që tash është nashi lideri në Evropë që thirret Nets, tash është Nexi, e bleme për tyne për ta. Po kena punu edhe shumë bizneset tjera, startup, si që është YouWork edhe Tipjo e shumë të tjera. YouWork ka fillu si një klient, është një kompani që merret me huazimin e punëtorëve, jena fokusu në sektorin e shëndetësisë, për kujdesjes edhe në sektorin e qerdheve, do në thjesht aty, huazojmë punëtorë, të gjithë punëtorët i kemi do në thjesht jënë të punësum në kompaninë tonë, edhe si pas kërkesave të klientëve të tyre, pastaj do në thjesht i ofrojmë ata punëtorë të ta. YouWork ka dikun 350 punëtorë, që e mbulojmë pak a shumë një pjesë të madhe të territorit të Norvegjisë. Si thash, ka fillu si një klient, po me kohën, kena pas një sinergji shumë të mirë me ta, dhe do në thjesht që marrë edhe jam bo bashkëpronar i kësaj kompanije gjithashtu. Ornja, kompania ime, ka kryer bashku edhe me një ekip në Kosovë, kena
dizajnuar, koduar të gjithë platformen që sot YouWork e përdor, aplikacionat mobil që ata i përdorin, edhe do në thjesht që ja mundëson më konë sa më efikas në punën e tyne, sa më të mirë në treg edhe sa më profesional në treg. Në vitin 2015, pasi që kishim pak ma shumë punë edhe ishim të punu do në thjesht edhe me YouWork, atëherë mendum që të hapim një zyre në Kosovë, edhe aty kena punësu trim në fushën teknologjisë. Jemi konë shumë e fatë, ka pas punëtor të mirë edhe kena zhvillu gjona shumë të mira për një periudhë 7 vjeçare. Ornjo është një kompani individuale, personale e imja, e cila do në thjesht fokusohet në zhvillimin e web aplikacioneve, do në thjesht të bëme prej fillimit, si pas kërkesave të njerëzve. Merrem edhe me pjesën e dizajnit e logo, branding edhe gjonat e tilla që me pas një diçka komplete që ofrohet prej kompanisë tonë, edhe këto jena mundu do në thjesht ja ofrojmë klientave tonë në Norvegji, si thash prej klientave si të vogël, startups, ndërmarrës të ri, dhe të klientat që janë do në thjesht gjiganda edhe kompanive të mëdhaja këto. Jam ka shumë aktiv në botën e ndërmarrësisë, ose në ekosistemin e ndërmarrësisë këtu në Norvegji, po edhe në Kosovë. Zbashku me Startup Norway, për shembull, kena kontribu në një koncept se thirret Startup Weekend, që kena qu edhe kena pas bashkëpunim me ICK në Kosovë, gjithashtu të njëjtën sene kena bërë edhe në Shqipëri, po kena bërë edhe Startup Extreme, që është një konferencë e cila mohet këtu në Norvegji çdo vjet. Qëllimi jam gjithmonë kanë që të jap kontributin tam për ndërmarrës të ri, duke i këshillu ata, të i mentoru ata, si në anën direkt aty, po edhe në anën e teknologjisë. Këto e kam bërë edhe përmes konferenca tjera dhe workshopeve që jam shumë aktiv si në Kosovë, po edhe këtu. Gjatë karrierës si zhvillues kena punu në shumë aplikacione të ndryshme, që për aty në anën e financave, si për shembull pjesa e faturimit, integrimi me sistemet e tjera, tek platformat më të avancume si që janë do në thjesht totale për kalkulimin e rrogave, menaxhimin e stafit edhe gjona specifike që ju kanë nevojit klientave tanë. Kohën e fundit jemi edhe të përdor normal inteligjencën artificiale, që është e shoh si diçka shumë e rëndësi që të përdoret dhe të shfrytëzohet në maksimum si prej klientave, po edhe prej neve si zhvillues. Një gjë që muna me cek këtu është ka shumë fjalë në këtë pjesën e inteligjencës artificiale AI, po mungojnë shumë punë, ka shumë show-off për aqitje, po nuk janë shumë largë implementimit të shfrytëzimit maksimal të kësaj, por po e veçoj një produkt që kemi zhvilluar së fundmi, është një aplikacion mobil me emrin YouWork AI, i cili është një asistent virtual dhe zëvendëson punëtorin tradicional përmes inteligjencës artificiale. Përmes AI-t, aplikacioni menaxhon gjithë biznesin e YouWorkut pas orëve të punës në autopilot. Në rast se na vjen një kërkesë për punëtor, AI gjen dhe bën sugjerimin e punëtorëve dhe ndjek procesin e plot deri në marrëveshje. Gjithashtu në rast se dikush nga punëtorët tonë lajmëron që është smut dhe nuk mundet me punu, AI gjen punëtorë tjerë që janë të lirë dhe bën zëvendësimin e tyre. E gjithë kjo në mënyrë automatike, pa pas nevojë faktorin njeri. Unë besoj që shqiptarët në diasporë në përgjithësi, po edhe në Kosovë dhe në Shqipëri apo në vende tjera me mëdhej, e ka një pasion për me arrit diçka, janë shumë punëtor edhe thjesht nuk duhet të ndalen, të punojnë shumë, të jenë korrekt edhe gjithmonë besoj që do të kenë synime të qarta edhe rezultati nuk mungon. Kemi shumë kompani të suksesshme shqiptare këtu, kryesisht janë në sektorin e ndërtimtarisë, po gjithashtu edhe shumë në sektorin e pastrimit. Po kemi edhe biznese tjera si avokate, kemi
persona tjerë në fushën e teknologjisë që janë të bërë shumë sanet e mira, kështu që me të vërtet kemi një diasporë shumë të mirë të integrume edhe të suksesshme, muna më thonë, në Norvegji. Unë jam Flamur Mavraj, pronari i kompanisë Ornja dhe YouWork në Oslo të Norvegjisë.